Larg zhurmës dhe në privatësi të plot, Lori Hoxha ka hyrë në një kapitull të ri. Ajo dhe partneri i saj janë bërë prindër për herë të parë. Burime të sigurta konfirmojnë për Anabel se Lori ka sjellë në jetë një djalë. Si gjithmonë, Lori ka zgjedhur ta mbajë këtë moment të rëndësishëm larg vëmendjes publike, zgjedhje që e ka karakterizuar gjithmonë në raport me jetën personale. Megjithatë, prej muajsh nuk ishin munguar aludimet. Në mars të këtij viti, një foto e publikuar me motrën e saj, Sara Hoxha, tërhoqi vëmendjen e ndjekësve. Edhe pse e veshur me rroba të gjera dhe në ngjyra të errta, një detaj i vogël u bë menjëherë pjesë e diskutimit. Shishja e ujit që mbante në dorë dukej sikur pengohej nga një bark i rrumbullakosur. Dyshimet u shtuan edhe më shumë nga fakti që, në disa versione të fotos me ndriçim më të lartë, forma e barkut dukej më e theksuar.